Me skicën që ka marrë nga Sofika, mamia, Vera gjen më në fund varrin e fëmijës së saj. Ai është buzë pyllit, anës një rrugë të shkret këmbësorësh. Pasi e kanë hequr nga ministria, Elmazi takon Perlatin, i cili e këshillon të hap një studio fotografike. Do hapësh një studio të madh reklamësh. Nën Kanoja këshillon të mbesën fluturën të jetë më e kujdesshme. Bash me burin, thonë sa fyçka. Po si më bash me burin. Po burin kush ata mësoj? Ha? Po nuk ditë atë një koqirep se shahu, kot që ke diplom. Hale, merë, vërviten hale. Valbona që ka shpëtuar nga aksidenti, pyetet nga policia në spital për autorët e krimit. Dritan. Papritur Vera takon Dritanin para varrit të fëmijës. Ka ardhur këtu, po familja nuk e pranon. Petriti njofton se njëra nga vajzat është kthyer. Ky roja i vjetër. Ndërkohë, Vera gjen edhe eshtrat e të hatit, pushkatuar vite më parë. Sa shpejt sot, çka ndodhur? Do të çuditesh kur ta marrësh vesh. Pa. U ndruan prap. Kush u ndrua? Ministrat, kush tjetër? Në studion e Petritit, papritur vjen e shoqja, Violeta. Petrit. Po tani, do mbesosh? Për çfarë? Deri në vjesht përfundon ligji pronave. Vjesht në këtij viti apo të vitit tjetër? I shqetësuar, i pa gjumë, Dritani kujton fjalët e Verës. Ti nuk u bëre më i gjallë. Po të kisha ty pranë mbase nuk do të kisha gabuar. Po me sa duket edhe ti kisha humbur shpresat. Ndërsa kontrollon kronikat e ditës, Niku dallon shenjën e njohur në trupin e vajzës që ai ka dashur. Vera hap varrin dhe ndodhet para një të papriture të madhe. Aty s'ka asgjë. Arkivoli është bosh. Çka ndodhur me fëmijën e saj? Dritan, Pa? të kërkojnë. Kush? Një grua, por nuk më duk si zëri i sekretares. Ajo i tregon Dritanit. Tashmë dyshimet shtohen edhe më tepër. Fëmia është gjallë? Nëse po, ku ndodhet ai? Profesor, këto portrete janë ato të ekspozitës parë. Ministri i rikthyer zihet me Petritin për ekspozitën e hapur. Jo, nuk i kam gatruar, kam vendosur t'i sjell vet. Çfarë the? Si atëherë dhe sot persekutuarit ka ngelur një soj. Atëherë i vërtet ju mungonte liria, por të paktën e ndronin. Dgjoj, unë jam shumë e egër për më kundërshton. Ndërsa Zyrakja kalon netët në shoqëri të burrave, duke harruar vajzën e saj. Adoleshentja ndjen jetën e dy fish të nënës. Kush më kërkon? Natën vonë, Niku niset për në qendrën e reabilitimit. Ai do me çdo kusht të takojë vajzën e panjohur, të ardhur nga Italia. Kam kaluar shumë më përduar dhe nuk e di se kush mund t'jesh. Niku ndodhet para një misteri të ri. Kurse ti ngjan shumë një të njohurës time. Sa më shumë kalon koha, aq më shumë e kërkoj. Nga zëri jeni ndryshe, po për të tjerat ngjani shumë. Një gjë që më pëlqen shumë është që kur jeni bashkë, nuk keni nevojë të flasni.
A mund të heqësh pak shallin? Nëse do të bësh seks këtu. Që nga djali kucimsh. Mos ndoshta shtëpinë tënde e ke kthyer në shtëpi publike. Ballutare me mua ti, Anja. Ndoshta e meritoja më përpara këtë shpull. Megjithatë ti je Alma. Vajza, kush jam unë? Margarita! E dëgjove? Nuk ka Alma këtu. Vera! O, Mira. Përshëndetje. Sa mirë që të pash. Bëre gjë? Po, e gjetë. Petri, të ndalojmë pak tu, se më ka marrë malli kaq shumë për vilën sa nuk mund ta imagjinosh. Sa më vjen të përcas nga inati që nuk mund ta kemi akoma. Këto apartamente që janë rreth rrotullit, shikon? Po. Të gjithë i kanë marrë me dokumentat falsifikuara. Bilet këtu e ka marrë Zyraja, pronare një firme ndërtimi. Po, e një. E di se kemi bizetuar edhe herë tjetër, ndërsa unë s'mund të marr akoma asgjë. Të betohem, Petri. Të betohem që do kthej dynjan përmbys derisa ti siguroj ato dokumenta, të derisa ta marrin vilën tonë. Sa kthesh botën përmbys, po shkojmë te dyqani ku jemi nisur të blejmë ato kavaleta, të blejmë bojën, të blejmë furçat, të lutem. Hajde. Më falni? Urdhroni. Shef, nga 12 vajzat e kthyera nga Italia, 3 prej tyre janë pranuar në gjirin e familjes. 2 të tjera duan të kthehen. 4 duan të rinë në qendrën tonë të rehabilitimit edhe të integrohen në jetë. Në fakt 2 nuk e tregojnë emrin e vërtet të tyre, edhe ndihen tepër të frikësuara. Ndoshta kanë frikë nga hija e tutorëve të tyre. Më fal, shef, a mund të më jepni ato fotografitë e kriminalëve? Mendoj se po t'ja tregojmë vajzave të trembura do të qetësohen. Tu themi që ata ndiqen nga Interpoli. Po, merrim. Faleminderit. Ja, erdha.
Mirë dita. Mirë dita, Gjan. Urdhron. Urdhron, ullu. Unë jam Vera, një mike e mirës. Qofsh me shëndet. Po nuk qënë ka mirë në shtëpi? Jo, të keqen është në punë. Ti bëj një telefon. Jo, faleminderit, e takoj vetë. Mirë, si të duash. Po, hajde të pini dhe një kafe bashkë, urdhro. Faleminderit shumë, po e ka në nxitim. Mirë. Ditën e mirë. Mirë, ti e di punën tënde. Ditën e mirë. Që deshi kjo vajzë nuset? Nuk të bën mirë. Ke pirë shumë këtë ditë. Më dëgjo. Ne shkuam në shtëpinë e fëmijës. Edhe kërkuam emrin tuaj, Margarita Sota. Në regjistër figuronin të gjitha të dhënat. Po kur i treguam drejtoreshës fotografin tuaj, ajo e mohoi të ishit ju. E keni patur shoqe klase Margaritën? Jo. A mund të ma thua emrin e vërtet? Nga kush ke frikë? Nga askush. Po ai që të kërkoj? Ai është një huligan, një horr i cili kërkon të përfitojë nga kjo situatë. Nuk është ashtu. Me sa e mora vesh unë, ai është një gazetar. Zonjë. Përpara nesh për ulen dhe ministrat, jo më gazetarët. Mira! Po të prisja. Doja të të pyesja, nuk e di nëse ke ndonjë adresë të mamis që të tregoj për varrin e foshnjësimit. Qoftë edhe një numër telefoni. Jo, por mund ta dim kushurinë të saj. Në çlagje ndodhen se. Shkojmë bashkë atje. Hajde. E njeh? Jo, nuk e njeh. Po këtë. Si the? Nuk e di, nuk thash. Sikur the va. Nuk thash va, po ua. Shikoni se shka ta ndisur kjo vajzë që. Këtë mbetur që. Gjallë ka mbetur. Po, madje ajo e ka denoncuar atë fytyrë. Ai bashkë me shokun e tij e ka rrëmbyer shoqen, e kanë torturuar. E quaj Nal. Atë mos e quajnë Balbona. Përse drejshën pyesi mua. Ju duhet ta dini fare mirë këtë gjë, pse mua? Staj. Ne kemi ne tuesi këtu, apo? Tani që hapë sektorin, mos më harrosh atë planin tjetër,
Për çdo rast. Ti do I biesh 2 herë Zilës. Unë do të përgjigjem 3 herë. Kuptove? Kam një parandjen të keqe sikur kjo punë nuk do të na bëjë shumë mbar. Pas ke lepër I mbarë ti? Jo. Fërkacak. Base më shbërtiksim, po Petriti. Ai kolegu I akademisë. Që denoncova dikur. Kam frikë se mos s'ka shkruar ndonjë letër edhe ndaj më shkarkuan mua. Akoma me shkarkimin ti më? Jo, se kam fjalën të shkarkimit, po kam frikë se kudo që t'jem, ai do të më nxjerrë ujë të zi. Shkoj në shtëpi. Kërkoj të falur. Jepi ca punë nga ato të kolegëve tu, edhe paguaj mirë. Kupton? Gjersa I ta besoj se ti e ke ndjerë thellat e që ke bërë dikur. Dora që nuk ka fshohet? Puthet? Po, sikur... Hajde. A thua do të vi? Besoj se po. Është vajzë serioze? Po, mos u shqetëso, do të vi patjetër. Erdhi. Kush? Ja, ajo vajza me flokë të gjata. Mirë ditë, Ana. Vera një mike ime. Edhe unë. Ana, unë jam I interesuar për një adresë. Edhe më kam thënë se ju e njihni. Po, hajde. Eci. Nuk e di do ta gjejmë apo jo, po sepse tani janë bërë dhe shumë ndërtime, po megjithatë unë besoj se do ta gjejmë adresën. Po mos u shqetëso, do ta gjejmë patjetër. Diku te kam I dasëm në ketë. Mirdita, Petrit! Mirdita. Prit pak. Bëre mirë që nuk pranove atëre kur I luta ministrit për ty. Edhe mua. Me shtrojtën si limoni dhe më plakën në rrugë. Po ty të lumt. Ti sfidove me atë ekspozitën e fundit. Të kam zëli. Je njeri me karakter. Për këtë më ndalove. Jo, të ndalova sepse do të propozoj diçka. Unë kam hapur një sektor fotoje edhe reklamash. Do të punojmë bashkë. Do bëjmë mrekullira. Edhe fitimi do t'jeti majnë. E dit, kam një borsh që atëhere kur e pësove. Më beso. Ti më vështron kështu dhe mua më duket sikur jam lakurish. Nuk e zhveshur nga trupi. E lakurish në shpirt. Si? Riqet. Nuk ka për djetur gjë prej me. Pa mos më ditë me parasysh.
I love you, but I gotta stay. My mouth's got me on my knees. I'm begging you, stop. Lutra! Erda! Nëna i ka, mirë. Nana, i ku shkon? I ka Lutra! Lutra! I don't know what you do, but you do it well. Gurida, maj flutori. Ja koma gurida. Range drunkën bore madhe. Shumë është i gjysë më fare. Hajde, me të keqen, hajde. Ajo Piktoria ka ikur nga të parët, me zi shpëtoj nga vdekja. Sonte do të kthehet. Me njëherë duhet i vini një roje pasi ka pranuar të bashkëpunoj me ne. Edhe më pas, ta strehoni në një vend të sigurt. Qartë. Si urdhër. Kthej pas meje, të lutem. Kujdes, ha? Nuk ka të drejtë këtë? Po është çelëse. Ja, tani. Ja, kjo është dhoma juaj. Hotel me 5 syje. Besoj se do ndjeheni mirë këtu. Atëherë unë po iki. Shihemi me vonë, ha?
Si ju duket? Ka përshtyme se të tilla reklama e kanë vështirë të bëjnë edhe firmat e huaja. Jo, mirë duket, po gërmat i dua më të mëdha. Më të mëdha, po unë ke rregullohet, po hajde nesër ta marrësh. Nesër. Sot më sot. Ta bësh sot i këtë. Po mirë. Po do të presësh pak. Prit pak. Mirë. Më dërgoj avokati. Prit pak. Çfarë nevoje ke? 4 pasaporta me vizë Schengen. Mirë. Edhe me vullin e Ministrisë së Brendshme. Ma shumë gut. I kam të gjithë vullat. Më jep fotografitë e personave? Ja te ke. Këto janë të gjitha dokumentat e mia. Tu keni gjen plani. Tur sipërfaqja nga kufizohet për të gjitha ato të tjera. Dëshmit e komshinëve që kanë rrethuar këtë sipërfaqe ndërtimi. Tu janë dokumentat e marrë nga gjendja civile të fisit tonë. Dhe unë mendoj se kam dosjen të plotësuar. Dokumentat janë në rregull. Po, duhet vetëm një certifikat nga vendlindja në rregull? Atë do shkoj ta marr më njëherë. Por unë kam një hall tjetër, zoti avokat. Është një palë tjetër që pretendon për pronat tona, për pronat e mia. Dhe ajo është pronarja një firme ndërtimi e cila ka siguruar një hipotekë të njëjta dokumente. Dhe ti e di shumë mirë se si sigurohen këto sot, i ka marrë me rushfete, me lek, me shoqëri, ndërsa ne që nuk kemi... Ju një fort mirë, zonjë. Jeni mbesa një ish pasaniku të ndershëm. Edhe për burrin tuaj, piktorin i shquarën, kam shumë respekt. Që t'jemi sinqert, zonjë nderuar, rasti juaj është shumë i ndërlikuar. Ashtu, ha? Megjithatë, unë po e marr për sipër, për ta mbrojtur me çdo kusht. Shumë faleminderit. Do t'ju di për nder. Ditën e mirë. Zonjë, më falë një moment. Po. Burri juaj vërtet është një personalitet i shquar, por besoj se edhe ju vetë e pranoni. Sa i ashpër, shumë krenar. Të lutem mos më fol në atë pikë për të. Përpiquni ta zbusni pak. Si thon asaj fjalës, ju gratë jeni si pika ujtë, fermoni dhe shkëmbin. Një miku im dhe kolegu i tij i ka kërkuar ndjes për një absurd skaluar. Dhe i afroi një vend pune me shumë interes, me shumë liberti. Ai përsëri shpërfillës. Ha? Çift interesant ju. Ha? Sinonim i të kundërtave. Ai shumë i ashpër. Mos përfillës. Ndërsa ju e ëmbël, e sjellshme. Faleminderit. Ditën e mirë. Ditën e mirë. €4.000 për të katërta. Jo, shumë i ke. Idhu se nuk kam kohë tani, po më pret tjetra.
Mos ki merak. Ja tani. Ma tanë e ushtroke më mirë profesionin, në? S'pe ju kuptoj. Hajtë, se do merremi vesh mirë bashkë. Po. Mos u shqetëso. Nuk të spionoj unë, ja. 5.000 euro para dhënje. Mirë? Këtë mbaroj sot. Mos ki. Molla. Këtë? Nëna. E more vesh e ndruan prap ministrin. Ta njës që dita më? Asun. Më duket hap kreti kot. A thua se arti është fush futbolli. Këto? Qa është? Po si kur të mos jetë ky numri. Mos me ndo keq, të lutem, ky është numri. Si, kishte emrin më mirë? Sofika. A, po. Ma jep më amë mirë. Alo, Sofika Mira jam, po flas nga Tirana. Këtu e kam verën, foli të lutem. Alo? Alo, sekretaria? A ndodhet ministrin zyrë? Ti, të gjitha fajet. Unë i kam. Por që të lutem. Jo. Nuk e meritonte. Ndoshta kam nxituar. Ta marrë në telefon. Ti kërkoj të falur. S'di. Që janë këto dyshime që më brejnë zemrën. Po, erdhë. Hajde ullu, Dritan. Çfarë ke? Më dukesh i nervozuar. Zoti ministër. Ullu. Zoti ministër, ata të personelit më kanë dhënë një listë për të hequr nga puna më shumë se gjysmën e punonjësve. Ju jeni ndjeni për këtë? Po sigurisht. Madje janë pak. Dritan, të gjitha punonjës janë molepsur nga fryma e vjetër e politikës që humbi. Tash na takon edhe vëmpanët. Ju lutem zoti ministër, këta janë të gjithë nën punës të aftë. Dritan. Qose pak njerëz të aftë kemi ne. Ka shetur që na sollën në pushtet dhe kemi shumë detyrim. Unë nuk mund të jem dakord me këtë qëndrim. Vërtet? Po. Po sa herë duhet ndrojmë partitë, duhet shkatrojmë dhe administratën. Po pse më Dritan? Edhe ti ke shërbyer në administratë më pashme, po ne nuk të hoqëm. Të majtë si profesionist. Madje në një funksion akoma më të lartë. Po, zoti ministër, edhe ju mos harroni se që ditën e parë që më futët në këtë zyrë, më thatë që besoni në ndershmërinë time dhe do konsultoheni me mua për çfarë do lloj problemi. Qetso. A së mbyll në i pikujtë. Pas nga tro, këtë listë me problemet e mëdha që kemi. Vë një film të si këtu e ta mbyllit. Jo, nuk firmos. Nuk firmos. Ashtu? Po, nuk firmos. Mirë. Ti kujton se nuk mund të bëhet kjo listë pa firmën tënde? Po, sigurisht. E ç'vlerë ka firma ime përpara firmës së titullarit? Mbaruam bashkë.
Irenasje? Të duhet kjo. Ja, kap, për mua betë. Jam inspektor i krimeve të rënda. Në tjetë punë e rëndë, besoj. Kemi hyrë në kontakt me familjen tuaj. Janë shëndoshë mirë të gjithë. Qofse ke dëshirë mund të shoqërohet me këto. Faleminderit. Kako. Hajta lidhim të koka këtu. Ta bëjmë të bukur. Bëje flokun e bukur. Lidhje këtu. Ashtu. Ashtu. Lidhje ato atë. Edhe. Apa ja se ta mbajon këtu. Si kalove në shkollë? U zura me drejtorin. Klasat janë të mbushura plot me nga 6 nxënës. Edhe unë u zura me ministrin. Pak ti prekësh në kallo i bën armik. Do ikësh të pushosh Gjani pak? Po. Do pushojmë më. Oh. Aj. Opa. Unë e di ku t'i shkruan mesazhet ti. Nëse akoma të rre zemra për të paktën tregoj ndershëm. Me mua, me vajzën. Më besoj që unë nuk kam asgjë me të. Mos më mashtro, të lutem. Ajo guxon të telefonoj në shtëpi. Ti hipo në makinën e saj. Jo. Kështu s'duroj dot më. Qetëso. Është një ngjarje e vjetër të cilën kur ta sqaroj do ta them. Më beso, do ta them. Edhe atëherë do bindesh që punët nuk janë ashtu si mendon ti. Thuaj çfarë të duash. Nuk më bin dot. Ina, hajde pak. Urdhëroni. Ky material të mos jepet. Po si ka mundësi, ky ishte planifikuar për programin e mbrëmjes. E di, po nuk ka rëndësi. Fusni reklama, fusni dokumentar çat tjetër. Dakor? Nëse si të doni. Po. Zyraka Guri. Po, është pronare e një firme ndërtimi. Është ndarë nga burri. Jo, nuk dihet me se merret tjetër.
Faleminderit. Mirë se erdhe në mbretërinë time, zonjë. Po dresem të me. Po ja, hyni. Po këtu jeton ti? Po pse, ku tjetë? Deri këtu. Pse, çfarë ka aty? Aty ka diçka që kthehet në Flori. Për ku e keni drejtimin kësaj radhe? Për Maqedoni. Do shkëmbejmë diçka. Të lutem, bëj kujdes. Po çave pyetën e ti me këto këshillat e tua. Ama se s'të del keq ty nga këshillat e mia. Ikën. Kujdesë. E humbëm davan, na mori lumi. Kësa herë deputeti zonës nuk përpranoj asë zyrë. Po edhe unë, po të vijaj këtu, do ta përzë. Ti je skandal. Atë që i punove ti me ekspozitën nuk ka për ta falur kur. Prandaj vajti te avokati ti. Edhe avokati e ka marrë vesh se ç'njeri je ti. Jo më jo, ti nuk je njeri, nuk je njeri. Je gërsirje. Grua, mos dëgjoj se ç'thon avokatët, po shikoj se ç'bëjnë. Të rjepin të gjallë. E di si më vjen kur flet kështu? Boll zgaravite, boll. Që pande veten, akoma piktor të matë, ha? Po ti për këtë më dashurove, më i grua. E pse fluturon dire, mor qyq? Nuk e kupton që je vjetruar? Tani me kompjuter nxjerrin brenda një minute atë që ti do muaj të tëra që ta bësh. Prandaj janë bërë njerëz si kompjuteri, se nuk kanë më zemër. Jo pas zemër je ti, që më bën mua që të vuaj. Nuk mjaftoi internimi, edhe ti tani. Të gjithi ke kundra, të gjithi ke bërë armiq. Ha, e mira, unë e mira. Si nuk pash një ditë të bardhë. Violeta, Violeta! Shiko, nuk mundem më këtu. Nuk më pëlqen kështu si e ngujuar. Çfarë ke? Se ti po më zihet fryma në këtë dhomë. Të paktën më gjeni një punë. Po çfarë pune? Çfarë do lloj pune? Dakor, mua më pëlqen të pikturoj, po shiko, mund më shoqërosh në një profesori im. Mirëmbrëma, nën. U vënova ca sepse... Lere sepse rrët. Që nge zemëruar keqë? Jo zemëruar, por gjindosur. Ku e ke qupën? Ku e ke në këto orë? Po sa të është shtunë, më nëndi dhe është leje të shkoj në disko me shoqet e kja. Nuk e për t'i dhënë lejen pa më pyetur mua. Si? Nuk besoj se kërkon të më heqësh edhe këtë të drejtë. Unë jam nëna e saj. Nëna e saj jam unë. Çfarë? Po, unë e kam rritur, se kam rritur një thelmish. Ti dhe djali im betën në përpunëra. Dhe haroni që keni pjell,
Nuk doni të dini se çdo fëmia dhe çhalli ka shtëpia. I'll lick your ice cream. Every day, really want you die. Show me that lollipop. I'll lick your ice cream. And you can lick my ice cream. You can lick my lollipop. La, 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 my lollipop. We can get straight in and do it nice. My lollipop, your ice cream. We can get straight into it and do it nicely. It's like I don't know what they say. You don't hear them every day. And I really like you. Po të mos ishe ti, do ta kisha lënë. Niku kërkon të heq dorë nga televizioni. Përse vallë? Kemi bërë shumë kundërshtar. Kemi bërë shumë armiq. Telefonata pafund, presione. Petriti dhe Violeta acarohen edhe më shumë. Një ditë, Na, ajo largohet nga shtëpia. bëj çfarë të duash këtu. Vera u thon drejt Greqisë. Në Athinë, ajo takon mamin, Sofikën. Atjerë ke voli ishte bosh. Biseda e tyre Atëherë fol. është e ashpër. Çfarë i ke bërë? Sofika i tregon se fëmia është gjallë. Po ku ndodhet ai? Që ti mendon se unë jam një Kush e ka marrë vallë? vera më dëgjoj. Nën Kanoja është e shqetësuar për mbesën e saj, fluturën. Përse shqetësohet ajo? Zyraki takohet me Perlatin në studion fotografike të Elmazit. Po ti them unë me siguri do t'i fal. Ca të fshehta të hidhura që ajo di, e bëjnë Perlatin të mendohet gjatë. Për diçka se kam Përse? Po se kam gjetur mundësi. Besoj se do ju ndihmojnë që tani. Një ditë Valbona vjen në qendrën e reabilitimit. Ajo beson se më në fund do ta gjejë shoqen e saj, Almën. Por ndodh diçka e papritur. Nuk është ajo. Mund të ulesh. Çka ka? Mes nënës dhe bijës, Nana, plas sherri përsëri. shpirti. Çfarë ka parë Zana?
Bën edhe sigur flë? Qoftë. Qoftë. Ndiqni serinë e 5 të filmit Dhimbja e dashurisë.